Me dy humbje, 7-0 në Milano dhe 0-5 në Shkodër, vllaznia futbollit për femra mbyll aventurën europiane, duke u eliminuar nga turi i dytë i Europa Cup. Për hir të së vërtetës, pas asaj loje të dobët në sfidën e parë të luajtur në transfert, kjo e kthimit e zhvilluar në stadiumin Loro Boriçi paraqiti një vllaznim më kërkuese në fushën e lojës. Pavarësisht se skuadra mike nga Italia shënoi golin e parë që në minutën e 8 me autore Bugeja, vllaznia ishte më e barabartë në lojë, madje krijoi disa raste për shënim të cilat nuk arrinti konkretizoi. Megjithatë, ajo që bëri diferencën ishte pjesa e dytë, ku Inter mori dominimin e plot. Kështu erdhën edhe golat njëri pas tjetrit në portën Kuçëblu. Në minutën e 48 ishte Poli që shënoi golin e dytë. 3 minuta më vonë, Liona shënon golin e tretë. Avantazhi e trondit vllaznin, që poson edhe 2 gola të tjerë, fillimisht me Tomazeli në minutën e 77 nga pika bar dhe penaltis, dhe për ta përmbyllur, Detruje shënon në minutën e 81. 5-0 është fitoria e Interit dhe falë dhe fitores së parë, ajo kualifikohet në turin e tretë Europa Cup. Pas ndeshjes, trajneri i vllaznisë Nikolin Leka pranoi diferencat që skuadra e tij kishte me ekipin italian. Thëmë të drejtën, rezultati ishte thellë. Ishte thellë sepse diferencat dihen, nuk po na që ndeshjen e parë në Milano, por edhe këto treguan e vlerat e tyre në ekipin Interit, ka kualitet e mbrand, por për sot në ndryshim me ndeshjen e parë i përgëzoj vajzat, përgëzoj se prodhuan në fushën e lojës, luajtën sidomos pjesën e parë, luajtën mirë, markuane, kërkuan medalën e sulm, pat me rastet tona. Kështu që duhet i përgëzoj ata vajzë. Ky detyrat taktikisht ashtu siç i kishim thënë, kishim folë, megjithëse ishte shumë e shkurt koha, në ndeshjen e parë, në ndeshjen e dytë, vajzat duhet i detyruar të ngrihen pak moralisht sepse ishin në ramë moralisht nga humbja e parë, dhe vajzat paraqiten në fushën e lojës që kishin ndryshuar dhe treguan vlerat e tyre. Kjo ishte për ne në interesin tonë që vajzat tregojnë vlerat e tyre në fushën e lojës, sepse rezultati ju di se si është në ndeshjen e parë, para ndeshjes e dytë, dihet e punë si diferencat bëjnë punën e vet. Pa diskutim që do të i gol, sepse siç e thash më përpara, kriu me rastet, por është edhe fati në futboll, nuk desh, sepse ata raste mund të shfrytëzoheshin më mirë, por gjithsesi faleminderit vajzave. Tashmë vllazësi duhet përqendrohet në kampionat, ku është kryesuese në tabelën e klasifikimit. Ndeshja do të luhet në fillim të muajit tjetër në mos u gabosha, sepse janë ndeshjet në pret kampionati, sepse janë 2 ndeshje ndërkombëtare të kampionatit kam 2 ndeshje ndërkombëtare të femrave, letkombëtarja, kështu që në fund të muajit, në fillim të muajit tjetër diçka e tillë kur ta caktojnë federata, sepse ndërprehet kampionati.